Na, këtë cilësim, konstatim dhe vendim e merë diçka që i thujmë gjyqësor. Sistemi drejtësis. Jo, nëpse i kam 5.000 vota. Para menoni çfarë drejtë i dhojnë këta vetës. I ka 15.000 vota dhe këtë del për të cilësim që du të me bo prokurori dhe gjyqtari. Do më thonë këta e kanë gabu profesionin. Do më thonë këta duhet me shku të babavonga. Nuk janë këta për kuvend. Edhe pse për organizatat terroriste dhe qeveria i shpall. Këta letojnë, po, veç duhet me është i farë procesi. Mirë, pse si ka shpall për qeveria? Është mundur me dekret ta shpallin. Po pse nuk kalojnë, a jënë bindën? Po. A kanë prova? Po. Krahe mërbur dhe mës ja doj. Mës ja doj, qau kjo loj kështu. Tjetra, që po menoj që edhe na duhet mu shliru bre pak. Minoriteti sërbë në Republikë Kosovës nuk përfaqëson asnjë rrezik. Pik. Kosovës i paraqet rrezik. Serioz. Gjendja e dialogut përhershëm me Serbinë. Kjo është problemi i Kosovës. Pik. Problemi tjetër i Kosovës është mos zhvillimi, mos dalja prej diskutimit të frikës të instaluar nga një kost politike amatërësh, të cilët për 5 vjet asnjë njohje, asnjë cent, asnjë mik nuk kanë ditë me rujt e merit. Është edhe izolimi që po ndodh. Dhe në këtë muhabet na sonte, mirëmi me një temë e cila s'ka asnjë kuptim, sepse e din që dillën harohet. Pse harohet? Se kena zgjedhje. Dalin rezultatet, na vina në studio flasim kush fitoi, ku është surpriza. Mas 48 ore atje, ja nis një farë numrimi kinse për mandatarin. Tash, prezidentja, a e mandaton Albinin? A e mandaton? Sa po thoni ju? Dhe nëse e mandaton, apo futët prezidentja si institucioni vetëm me legitimitet në këtë vend, në lexim të gabum të vendimit gjykatës kushtetuese. Dhe nëse po, pse bre po krijoni kësi katrahure, kësi, si me thonë, monstrumi politik, juridik në Republikë. Pra, ju po vlerësoni se momentalisht presidentja i ka 2 opcione, që ta caktoj mandatarin dhe mos ta caktoj mandatarin, lidhur me këtë që ka ndodhur sot? Pra, do me thonë, qatë punë e ka ajo? Ajo punë tjetër nuk ka. Cëla puna një njeri që ka legitimitet ligjor, politik, institucional i vetëmi. Nuk është gjykatë kushtetuese. Nuk është gjykatë kushtetuese që bëjë interpretim. Mund të kërkoj interpretim, ajo ka të drejtë. E tash pra, ku e kem një problem dytë. E kena shëndru gjykatën kushtetuese kompenzus të guximit. Gjykata kushtetuese për partitë politike shqiptare u bo një lloj i kompenzimit guximit politik për me vepru. Cili e guximi politik? Me lexu vendimin e gjykatës kushtetuese, me lexu, edhe më nalë me thonë, okej, na e kem veç një rrugë për para, nëse dojna, për e me mandatu dikën. Me dalë piksoj, si me thonë, këti mishmashi të një vjetë që të fundit. S'ka rrugë tjetër, nuk ka rrugë tjetër, unë nuk tutë na me e thonë, edhe duhet me e thonë në këtë republikë. Votohet dikush që përfaqëson shumicën e serbëve në kuvend. Kur i shpall me gjyq organizat terroriste, i hek pi kuvendi. Deri atëre, mas maluni patriotin. Mas maluni patriotin, se na lëdhët lafe. Por edhe është e drejte e deputetit që edhe të votoj kundër, edhe të abstenoj. E pse s'kan abstenu në 21-ën e maherët? Pse s'jën marrë me këtë punë, vlo? Pse s'jën marrë, o Adriatik, pse bojna këtë mishmash ligjor, konstitucional, politik, dhe qelim tem të cilën e kena mshel ditën kër e kena shpall pavarësin. Na e kena mshel temën e drejtave që i garantojmë si shumicë sërbëve në këtë vend. Pse po e qelim këtë temë? Pse ka politikan Republikë Kosovës që e qelim pakon e Atisarit? Pse? Që është qeli e pakos e Atisarit. Po qysh është? Qysh nuk është? Kjo kur gjë tjetër... Dhe që ka ndonë, që se qelit pakon e Atisarit, që ka mund ndonë? Ti e i njoftur në basë qasaj. Jo, njohja e Kosovës është pakoja. Ti e i njoftur si shtetë veç në basë pakos të Atisarit. Edhe i ki pranua... Bëtë presedani që s'po... Ti po e thënë vetë? I ki pranu, Adriatik, i ki pranu, ki shku, ki negocu, i ki pranu, ki thonë, okej, unë i marrë këto obligimet mija. Por një në kryetar të kuvendit,
hapet a? Se e paraqet sërb, po diskriminon baza etnike. Nuk hapet. Apo më letë përgjizhna. Nën kryetari sërb. Apo më letë përgjizhna I shumit të serbë në kuvend lap. O lem me përgjizhna ose kom te për me rëndësi. Nuk hapet për një nën kryetar të kuvendit. Hapet për faktin që jetu e sfidu dvetmin. Institucion që ja ki garantu shumicë sërbe në kuvend. Sështë në kryetari emri, se unë e di që do me thonë kjo. Do me thonë, ku e relativizojmë në një titull, nuk e kam me ty, e kam me logikën. E relativizojmë në kryetari kuvend, e punë e madhe. Jo, është institucioni vetëm i garantu me kushtetuse. Me kushtetut Republikës që e kina nëshkru ti si 96% shqiptarve. Rrim mas kontratës që e ki bo për me shpall pavarësinë e këtij vendit. Për mi marrë 115 njohje. Për me tarë ty dronat atje. Për me të nejtë qeveria amerikane, me të nejtë ushtria amerikane, me të nejtë kejtë mas ty, e ti, për një nën kryetar të kuvend, hajtë se sa kur gjë, për nuk ka pazar kë. Nuk ka pazar. Kjo është obligim. Është obligimi joni. Është obligimi joni për me dalë dhe me ndërtu subjektivitet ndërkombëtar serioz. Subjektivitet jonë ndërkombëtar seriozisht nuk mirët nëse na nuk jena serioz, si që do thështë deputeti Kurti. Do më thonë, ky vend duhet më bëhet serioz. E Kurti o njeri ma jo serioz që e ka pa politika Kosovës 25 vjetë e fundit. Nuk ka lion institucion pa e sfidu duke banalizu institucionin, titullin, kushtetutën, gjithë shka. Pse? Veç kallëzëm pse? Cili o qëllimi? Dhe a e pritëm vetën si jo serios, sepse se pritëm vetën brana seris, dhe me thonë është inkonvencional. Edhe përjetimi tina edhe i shumë qytetarëve është që se përjetojnë Kurtin që i shëmbëllem politikanëve tjerë. Është imbrim. Po. Është imbrim. Po dhe, nuk kam brana seris. Kërkova që ta kemi zotin Veton Suroi, i cili ka